Mirë mëngjes të gjithëve. Kudo që të ndodheni. Një përshëndetje zemre në fillimin e një dite, natyrisht duke ju bashkuar të gjitha përshëndetjeve të mëngjesit, janë një bonus i mirë në hapat me ritëm të një fillim dite. E ka titulluar Panteoni i Lirisë, si një përpjekje me fjalë zemre për të respektuar dhe vlerësuar sakrificat e atyre që vuajtën në regjimin komunist dhe ruajtën vlerat më të larta njerëzore, duke shkruar letërsinë e pabotume, artin e vram, por duke shprehur dhe vlerat më të mira të dashurisë për vendin, për atdheun, për familjen, për trimërinë. Botimi i radhës është triptik, i konceptuar në 3 pjesë. Arti i vram, letërsia e mohume, atdheu, liria dhe Kosova, që përbën pjesën e dytë të triptikut, dhe kodet e shpirtit tim, lirika, dashuria. Është një frymëzim i mbledhur në frymëzimet e viteve dhe i formëzuar në këtë botim të radhës të autorit Nadir Erkoçi Zhabjaku, të ftuarit tim të këtij mëngjesi, i cili i shtohet botimeve jo të pakta që ai ka ndër vite që i drejtohen botimeve të letërsisë artistike me poezi, të botimeve në fushën pedagogjike, të 2 librave që i drejtohen shkollave të Selsës dhe Xheladin Fishta, por edhe të artit muzikor dhe shërbimit mjekësor. Ky është libri më i fundit, triptik, Panteoni i Lirisë. Unë e kam ftuar sot autorin e tij, zotin Nadir Erkoçi Zhabjaku. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë që u gjeta. Faleminderit për ftesën. Nuk është hera e parë, madje disa herë ju kam ftuar sepse botimet tuaja kanë një ritmik dhe për këtë ju përgëzoj. Po kësaj here keni një titull të madh, do të thoja, Panteoni i Lirisë, që i jep madhështi botimit tuaj më të fundit. Natyrisht, gjithë kjo përpjekje e imja për të sjell këtë libër ka qenë një dëshirë e hershme, po që mori jetë në fakt me vendosjen në lulishin e qytetit të Shkodrës, në prezencën e shumë të persekutuarve, kur u promovu Panteoni i Lirisë në Shkodër, kështu u quajt pak. Dhe unë duke përgëzu autorin Hashim Kruja, Skulptorin Hashim Kruja, dhe disa nga miq që njihe aty prej kosh, sepse kishin ardhur nga gjithë Shqipëria, i pata premtu njërit prej tyre që Hashim Kruja e vendosi në bronz dhe në skulptur idealin tuaj, unë do të përpiqem ta vendosi me fjalë zemre në veshët e mia. Urime. Vërtet një premtim i mbajtur dhe unë them që arti në përgjithësi është përgjithësues. Letërsia gjithashtu, por në shumë raste drejtohet frymëzimeve të drejtë për drejta, të cilat autori i merr në takime të shumta me njerëz. Ju pjesën e parë keni titulluar Arti i Vram, dhe kjo do të thotë që edhe nga titujt e poezive unë shoh që ka emocione shumë të drejtë për drejta, me njerëz, me ngjarje. Vërtet, në zyre e një partie të Bashkimit Demokrat Shqiptar, në vitet e para pas ardhes demokracisë, një nga
përsekutuarit ishte sekretar i Partisë Bashkimit Demokrat. Ai kishte një shkrim të çuditshëm, të vogël, skript, një mrekulli e vërtet, sikur kishte qenë dizinjator. Dhe më pat ba përshtypje sa hera i shkruante një rjesht, hollonte majën e lapsës. Po pse hollon, e pyes, për çdo rjesht i shkruen? Më kujtohet, tha, burgu. Të kujtohet burgu, pse çfarë bëhet në burg? Unë rikopjoja vargjet e shkruara nga shokët e mi në galerë, në dhomë, në banjo, dhe ato duhet të mos vdisnin ato vargje. Dhe çfarë bëja? Ishe gati si e pa besueshme dhe unë i kërkova që të më vërtetonte. Në letrat e vogla të cigareve, ato letrat e holla, ai shkruante gjithë poezitë ose gjithë kujtimet e shokëve të tij. Dhe njeriu i parë që dilte nga burgu, në atë setrin e të burgosënit, që ishte me pamukë dal bojet e një e tjetër, shqepej ato letra cigares zinin një vend shumë të vogël, kuptohet, qepshin përsëri dhe kështu arritën që këto vepra të dilnin jashtë mureve të burgut. E si të mos gjeje frymëzim në këtë çaste e bashmet edhe për mallim, për këtë njerëz kaq sakrificës, kaq të vëmendshëm në çastet më jetike të jetës tyne, pra, për jeta vdekje, ata gjenin mundësi ta transmetonin këtë letërsi, këtë art, ta transmetonin jashtë mureve të burgut. Dhe e vuna në provë, i thash, ju lutem shumë, nëse ju runi sa do pak aftësi për të shkruar prap, më vërteto. Dhe vërtet, i thash një poezi, dhe e mërna një periudhë të caktuar në letrat e cigareve, e shkrovi poezin, dhe kjo u bën një shkak pastaj edhe më avon që unë ta gërmoja, jo vetëm për atë shkrimin e tij, po ta gërmoja për shkrimtarët që kanë shkruar gjatë kohës së tij, sepse kishte bën një kohë relativisht të gjatë. Dhe fatmirësisht unë u lidha me shumë prej tyre, sepse tek Partia Bashkimit Demokrat bashin pjesë shumë të përsekutuar. Dhe në bisedet e ndryshme me to, vërtetova që këto njerëz se kishin humor kur shpresen, kur rajon. Dhe i thash vetes, shiko, këto njerëz në këto kushe kaq të vështira dhe arritin të mjetojnë, siç shkruan i madhi i jon Rno për me jetu. Rno për me jetu. Atzif Primi. Aq sa mjeku i burgut, një njeri kuptohet i pushtetit, derisa ishte mjek burgut, po siç duket shpirt njerëzor, një ditë i thot të burgosurit, unë nuk arri të kuptoj nga ana shkencore si ju mund të jetoni biologjikisht me atë ushqim që merrni ju kaq, gram, kaq vaj, kaq ashtu, si mund të jetoni biologjikisht 20 vite. Dhe për këtë smon e falënderon edhe i burgoseni, po edhe mjeku falënderoj njëri tjetrin që ne do të vazhdojmë të mbijetojmë, sepse shpresa vdes e fundit, siç thuhet, dhe duam që t'i kallëzojmë brezit që do të vi, t'i kallëzojmë se vetëm vullneti, vetëm kurraja nuk mund të na ndal nga asnjë e drejtë për të mjetu. Unë po lexoj një prej poezive për artin e Vram në letërsinë e burgosur nga diktatura. Pesha e dhimbjes krenare prej vitesh, mendjen ma ka molis, e shpirtin pesh ma ka qu. Du të qoj mesh për letërsinë e artin e Vram, prishun në vitet e diktaturës, dua të thur këngë trimave të pakallur në vorre, shpirtin e lirë të mbaj ndez, na dhan kurajo e shpres, burrat trimat kombit, dëshmorët e Shqipërisë të lidhur me bes. Po, thash edhe pak qase më parë. Kurraja e njeriut është vendimtare për vazhdimsinë e jetës. Fatkeqësisht shumë prej tyre nuk i mjetuan këtij holokausti. Po ata që në restartë e vërtet arritin të mjetojnë atë të na sjellin
këtë letërsi që vetëm pas 90-s u bë e mund. Po duket se ju I keni shkruar këto poezi me një gjeografi që keni lëvizur, janë shumë qytete, krahina, ku ju keni vënë siglën, Krum, Has, Peshkopi, Bulqis, vende të tjera ka natyrisht Në Kalmën, Rubik, në Rubik, në Kukës, e tjerë. Po, Dhe për më tepër vite ka poezi edhe në vitet 80, por edhe në 90-ën e më pas, që do të thotë ka një shtërje shumë të madhe krijimtaria e kësaj pjese të triptikut tuaj. po të tërgoj vetëm 2 çaste të përjetume. I pari për këtë vitit, 81 ose 82, nuk jam shumë I sigurt, kur është dënu një nga mësuesit e nderuar të Kukësit, edhe një nga poetët tanë të nderuar, Visazhiti. Keni shkruar një poezi për nxënësit. Unë jam ndodhur rastësisht në Kukës, sepse I me motër ka qenë mësuese në Kukës, dhe kam parë një skenë tragjikomike. Tragjike për autorin, po komike si ishte inskenu dënimi I këtij mësuesi patriot, edhe I ati ti e dini që ka qenë I dënum. Ishte inskenu skena populli në Thojza, ai si ishte populli, ai ishte populli I inskenum, që I bërtisnin, vriteni, se kishin vu mikrofona jashtë, dhe unë të shumë, vriteni kriminelin, vriteni poetin, në litar, si që kanë dënu Havzinelen e të tjerë, poet, të dënohet poeti është, kam përshtypjen që është krimi më I madh, sepse ti jesh edhe mësues, ti jesh edhe poet, ti jesh edhe nga lushnja në Kukës në Lum, një nga fshatat e Lumës, kjo ja shton tragjizmin. Dhe me të vërtet me jeta shumë I shokum, duke mu dridhur durët edhe pse isha I ri në atë kohë, I pafuqishëm për të nërhyr, sepse unë po ndëgjoja nga balkoni, ku isha I sterhum, po vishin në mikrofonat, zani I mikrofonave, dhe u kriju pra në eter u kriju një gjanie shumë e pakonshme, sa isha gati më u fut më rand me myll derën dhe mos me një gju deri në fondat skenë. Pastaj mora vesh dënimin me 10 vjet që ka psu. Kam patër fatin të jem në një nga takimet me Visazhitin në Shkodër. Dhe I tregova, thash e kam në gju. Buzqeshi, si natyra ti, një natyrë shumë e heshtër, po shumë e thellë. Buzqeshi, po s'jam I vetmi, tha. Natyrisht që nuk je I vetmi, janë edhe shumë të tjerë, sepse duke shku 98 ja po të tregoj të shi, 82, 93, as 10 vite pra s'kishin kalu, ishim ftuar në Peshkopi, sepse familja Elezi bante rivarrimin I të gjithë të rëndëve të fisit vetë shpërndam në për Shqipni. 62 arkivole. Nuk mund të harroj pra atë çast ku ne u nalëm në Borrell, sepse pikërisht sekretari Beb Kuqani që unë kisha, kishte mall me pa edhe njëherë ka ushin e vujtjes së dënimit ti. I them, hidhe pas shpine, nuk mund të hidhe të lehtë mas shpine, shkum tek burgu ishte mbyllë që po restaurohej, dhe duhet të takoj të drejtorin I burgut. Drejtori I burgut fatmirësisht duhet të thënë ishte një djalë relativisht I ri, I kuptueshëm, I shkum te dera e shtëpisë, na mirëpriti, na qiti edhe kafe, edhe na la me hy tek kaushit 56 më duket. I thash vetëm një numër pas ka nëshu nga njeni 55 të I ba shaka pasaj me Bepin, dhe më tërgoj sa vetë kishin qenë të e dhom, të shtërim kuptohet një bykun e asaj kohë, pa tërgu lanqimet tjera, ku në një dritare atje kishe në rrëth 12 dit I lidhun me dur nga mrapa,
dhe nga bora që hynte nga dritarja e hekurt, pa xham kuptohet, dhe ishte gjallë pra përsëri ky person edhe shumë të tjerë. Kështu që duke i përjetu këtë çaste, duke lexu kujtimet e Ahmet Bushatit, duke lexu kujtimet e profesor Repishit e tjerë që i kanë kalu këtë kalvar, nuk ke se si të mos frymëzohesh e të mos shkruash 5 vargje nëse ke mundësi ta bësh, ndoshta edhe jo me atë artin e vërtet që kërkon poezia, por të ku shkruhen me shpirt, besoj se xajn sado pak vend fjalët pa arritur ndoshta ti përzgjedh tamam ato figura letare që përshkruajnë. Unë mund të lexoj një poezi? Pa dyshim që mund të lexosh. E burgosën, e vran artin magjik në galerat e nëndheshme. Deshën ta gruposnin, ta shuanin nga kjo botë, e dekdisnin nga çdo anë, deshën ta pordosin. Artin e vërtet të paditurit e kësaj bote ta vrisnin deshën, ta fshinin nga faqja e dheut njerëzit anti-art. Brenda telave me gjëmba e burgosi neni famkeq 55, artin e vërtet në baltën e moçaleve dhe knetave. E prangosi, e baltosi, pa shpirt u orvatën talan. Anë mban këmbëve të vdekjes, si zogjt e korbit, krijuesit e artit të vërtet i shpërndan. Vetëm një fragment është, por gjithsesi hedh dritë mbi pikërisht mbi atë që ju keni shkruar. Më bën përshtypje, libri ka poezi që janë shkruar në edhe 2 variante. Pse keni zgjedhur këtë? Ka qenë një ide e hershme që këto poezi të shkruara në variante unë t'i lidh në një poem të gjatë, ata quaj poema e burgosën. Ose poema që këputi zinxhirt, siç e kam pas idenë. Që në të ardhmen edhe mund të realizohet sepse pjesë ato janë aty. Prandaj e njëjta temë është trajtuar disa herë, jo vetëm një herë, por është trajtuar disa herë me variant. Jam përpjek të gjej një gjetje të re. Kuptohet që një herë ta ndaj poemin në pjesë e saj, pastaj kur t'i vjen koha ta ribashkoj e ta bëj si një të tërë. Mendoj se bile edhe lexuesi i parë imi pse këto variante e ka bërë këtë pyetje. Siç e kanë bërë edhe vetes. Është e nevojshme t'i shkruaj të 2 variantet. E para të 2 variantet nuk janë njësoj, pavarësisht se tema është një lloj. Nuk janë. E dyta sepse ky variant më ndihmon, ose edhe më ka ndihmu të krijoj një psikologji shumë më të thellë për gjitha ngjarjet që kanë ndodhur atje pra. Plus tregimet që kam lexuar, plus libri i Visazhitit për kujtimet e që i ka me dorë shkrim. Për shembull një piktor një ditë në mëngjes në Nudoja e Burgut. Pra kjo është tregim i jetuar që unë e kam kthyer në poezi. Në një ditë bukur kur ai kupton se po i mbaroi ditët, i lodhur nga torturat. Gjen një forcë. Gjen një forcë me një qymër atje ku shokët flinin para se të shkonin në galerë dhe ju vën një nudë të bukur. Sepse pavarësisht ato ishin të burgosën, ato dinin të njihnin të bukurën. Ishte sfiduese. Sfiduese në ato kushte. Kështu që ato të burgosur çdo mëngjes do ta përshëndesin. Fatkeqësisht atë nudë nuk e lanë. E fshin, ato kërkonin, ta gjenin, ato ishte e fshirë. Edhe pse të nesëmen është subjekt i bukur edhe për një roman ndoshta. Poeti asaj nude i vuni poshtë edhe disa vargje. Nudiliteti. Për shpreh ato njësitë e fuqishme që ka njeriu. Për jetën pra. Edhe atë nuk edhe kompozitori që bani një pentagram atje në mur për të kriju nota muzikore për të subjekt shumë i bukur, interesant. Të tria këto pra janë pjesë një të tërë, edhe nudoja, edhe piktori, edhe kompozitori. Ose një çast të vështirë kur kompozitori i famshëm që kishte kënu në skenat jo vetëm të Shqipërisë, po edhe të Moskës etj.
ka një aludim për një tenor të fuqishëm tonin, pa dyshim, edhe pse nuk e kam përmend me emrin. Ka qenë. Pa dyshim. Bas Edhe bariton. ka pra një aludim në çastet e fundit, po unë i kam bën si përgjithësim kuptohet, nuk është thjesht emri, prandaj e kam lënë pa emrin. Në çastet e fundit i duket sikur është në skenën e Bolshoi teatrit, duke dirigju një nga veprat Ai shoqëre gëzoi lirinë edhe për disa pra, vite. Prandaj nuk i kam vendosur emër sepse po flasim për përgjithësim. Për përgjithësim artistik. Është një simbol. Ndërkohë që këndvështrimi tjetër është Panteoni i Lirisë, Adheu Liria Kosova. E keni quajtur të pandashme. Është natyrisht një këndvështrim shumë sublim për njerëzit që sakrifikuan në Adhe, për kombin, për lirin, apo jo? Unë kam qenë mësues në Kërum të Hasit. Vetëm pak kilometra më kam dalë nga Gjakova. Kam një gjurë çdo ditë këngët e Halilit Vogël. Ishte një grup muzikor popullor i asaj kohë. Kam përjetu shpirtin e malësisë të Gjakovës, sepse malësia e Gjakovës shtërnjet edhe me tanë, edhe me këtan kufirit shtetëror. A i morë në darës, si në Gjermani, që në ndau vllaun me vlla 50 vite, pa dyshim që kalan në gjurmë edhe të konë. Plus nga prejardhja nga nena, janë nga Vuthajt, edhe është një trevë shumë e njohur për burrëri, e tërmëri, sa do në metet ngen, pavarësisht se në fëmini lexojmë edhe kemi lexuar nëpërmjet bibliotekës së qytetit e Arif Gjylit, Tofik Gjyli, shkrimtari tonë të njohur, i cili na fuset të lexonim libra sepse na stimulojnë të me një distinktiv. Miku i vogël, kam dëgju këtë. A e fitove mikun e vogël të librit dhe sa sfiduese është? E kam fituar disa herë dhe kjo ndoshta është e nxitja e parë me që kam fituar atje di të bëj diçka. Pas edhe mësueset e letërsisë që kam pas Zojen Sërreqi, Lucie Sërreqi, një poeteshe vërtetë, një njohëse shumë e mirë e letërsisë, që kishte kryer kolegjin franceskan. Apo shkrimtar të njohur si Dizdari, thuaj emrin se s'po mbien tashin në gojë, bashkë me Zenin Nexhin, Bushatin, të gjithë të kanë qenë nxitsa dhe kur kujtoj, po sa unë kam kujtuar se vetëm sportista kanë dalë nga shkolla Gjelfisha, por ku ulemi qetë dhe i kujtoj se vetëm nën Breza më të rënda kanë kalu aty. Po sa shkrimtar kanë kalu mëna nën Brezave. Atëherë pra, nuk qenë ka thjesht Gjani Rodari me Pinokun. Nuk qenë ka thjesht Ferenc Molnari, që janë kretë fëminore me fëmijët e rrugës Pal. Aventurit Tom Sawyerit tek Elberfinit e Din Pakut e dhjetra, librave të tjerë që ne i lexuam në atë moshë fëminore. Atëherë kishim dashuri për këta heroj fëminor, po kur u rritëm thash, kuptuam një lloj tjetër dashurie, që është dashuri shumë më madhe, që është një dashuri sublime, që është dashuria për adhon tanë, për kombin tanë, për lirinë vetjake dhe gjithë popullit tanë, dhe këtë të bashkume, plus Kosova që vuante në atë kohë në një shtypje dhe një regjim, sepse unë kam patër fatin të kem në fakultet disa miq nga Kosova, të cilëve ju kam ba edhe poezi, si që është Selim Kelmani, që e vdiq në Burg, në Mërteza Bajraktari, e tjerë, të cilët shprehnin një pathos patriotik të pandalshëm, që ishe i ndalshëm për kohën këtë teknikë kur kishin ardhur, se kishin shpërthuj burgjet dhe kishin kalu kufirin. Masi u kontrolluan mirë se kush ishin, atëherë i sollën në fakultet. Po ato këtë shpirt patriotik e rujtën edhe gjatë kohës që qenë studentat dhe fatkeqësisht disa prej tyre përfunduan keq. Të gjithë këtë brum nuk ka se si të mos influencoj në formimin tanë
Dhe pa dyshim që e kam patër, e kam, dhe do ta kem deri në fund të jetës dashurinë për dhon, për lirinë, për Kosovën, të barabartë. Jashtëzakonisht bukur. Ju e keni shkruar kështu. Dantea ndërtoi rrathat e ferrit në komedin njerëzore. Unë orvatëm të ndërtoj rrathat e parajsës me 3 fjalë të mëdha, e të thjeshta, si e vërteta: adheu, kombi, liria. Nëse më pyesni kush vallë do të jetë atje në parajs, me mendje të kthjellët, e shpirt të pastër do të thërrisja heronjtë e kombit si misionar në panteonin e nderit. O njerëz, dua t'i vendos në tavolinë të parë. Sander Petev, poeti i famshëm revolucionar hungares, shkruan: për dashurinë jap jetën, për lirinë fal Dashurinë. Mendoj se është një postulat njerëzor i pavdekshëm, mendoj. Dhe ky postulat më është ngjit pak në shpirt. Interesante. në mendje edhe. Por në pjesën e tretë ju i drejtuar temës lirike, kodet e shpirtit tim. Poezi dashurie të parë në një këndvështrim shumë të gjanë, të cilat rrokin tematika dhe kënde të ndryshme të kësaj ndjenje të fuqishme njerëzore, apo jo? Po, dyshim. Thash, nuk është më thjesht dashuria fëminore e djalit për nënën, e nënës për fëmijët, Ajo është e para. për prindërit që janë dashuritë e para, por njeriu duke u rritur, pasurohet me shumë dashuritë e tjera, E vërtet. madhore, siç janë këto 3 dashuritë që unë i quaj dashuri madhore, krahas dashurive njerëzore pastaj që janë krejt të natyrshme për çdo shoqëri njerëzore. Jo çdo individ, por çdo shoqëri njerëzore. Edhe kafsha me kafshën, pale njeriu me njeriun. I keni kushtuar një vend shumë të madh në këtë libër, në triptik, sepse ndoshta është ndjeja më e fuqishme që lidh, që plazmon të gjitha ndjesitë e tjera. Pa dashuri nuk mund të shprehësh dhe të respektosh vuajtjen e tjetrit, pa dashuri nuk mund të kesh ndjesitë më të bukura rreth vendit tënd, kombit tënd, dhe pa dashuri nuk mund të duash njerëzit. Apo jo. Ndoshta kjo e ka ngjizur më së miri triptikun tuaj, duke u bërë një botim mjaft solid dhe voluminoz. Unë po lexoj një tjetër poezi, ka të bëjë ndoshta Val liqenore, kështu e ke intitulluar. Si mikesha të mira valët liqenore ku vendojnë me bregun për karshi. Taraboshi i lasht u mban ison, si dashnor të Venetikut në puthje të përjetshme rrin. Flat të këndshëm qytetit i dhurojnë në bashkjetesë me lumin buna. Prej ku shfryn inatin e rrallë dhe këmbët i freskojnë dhe lajnë kalas madhështore me emrin Rozaf. Valet liqenore dhe kalaja e lash dashni të bukur i falën qytetit. Zgjohen buzakaz në ndjell të zjarrt, mëngjeseve pranverore fladitin qytetin. Është vendlindja dhe ndjesie që të japin jo vetëm valet liqenore, por shumë çka që të lidh me vendin, me njerëzit, me lashësin, hershmërin, kalan e Rozafës, por edhe veprimtarinë e përditshme të njerëzve, apo jo. Kështu e keni konceptu. Fati më ka hedhur në Shqipërinë e epër me ta shoh mirë. Fati i punës edhe jetës. Që nga këllmendi. Keni shkruar librin, ku Shkollën e Selcës, shëndrisin bashkë me yjet, hana, kolegën malet, tuaj. fushat. Barika Të Sene. duket sikur të dalin zonat i gurrave para syve kur jeton atje, qoftë në ditët me borë, qoftë në ditët me diell,
ku gurgullon uji cemt i këndshëm e i shnetshëm, të gjitha këto lanë gjurmë, me shte pa mundën të pas lanë gjurmë. Të njëjtën gjë kanë bërë edhe Kuksi, Kruma, gjitha ato zona atje, të gjithë edhe natyrisht Liçeni, ku unë që fëmi jam fladitur brigjeve të ti me shokët e mi e me prindë e mi, të gjithë to lajnë natyra është piktura në mendjen e njeriut një shkëndi dënë, kur ishe, ja që farë në me shkrimtarin Mustafa Tuka, në vitin 2001, ku ne po shkojmë për herë të dytë në Kosovë. Atë ditë fatmirësisht do të vendosej busi i Skënderbeut në Kosovë, në Prishtinë. Një ngjarje e jashtëzakonshme. Një përjetim që me qenë gurit, fillon e shkërjesh, duke pat entuziazm, ma gjithë bota këshin ardhë shqiptartë, me gur kilometrik, me 10 kilometra, me flamuj, me një entuziazm, me lodra, me curle, me festivitet. E kam shkru në një ese për jetimet e asaj, dhe e kanë botu atje dhe më kanë thënë që ta kanë livdu. Unë se kam mua kopin për dreqë të asaj të ati përjetimi, isha njës me punë të jetë a re, në fakt, në të kohë, gazeta që ishte Shkodrës. Shkodrës, po. Por ato e pëlqynë ashtu, si që kësha shkru shpet e shpet, na jep ne, se e botojmë ne. Bukur. Shiko si e përjetum të shi unë edhe Mustafa këte. Unë nisëm nga ora 7, sa po kalum kofinin në Morin, sa po delte dili mi pashtrik. Në u duk një disk, Keni poezi atë. në u duk një disk shumë maj masë sa disku i zakonshëm i dilit të zakonshëm, dili i liris. Prandaj ne në u duk maj masë se ishte dil lirijet. Edhe kështu e konceptum se dili nuk ishte ndryshuar ditë, por ne kështu në u duk. Qëri thëmë, që sa bukur shnit ka po, thë shikoj me të vërtet. Unë alem pak me makinë, dolem jashtë makinës, dili për në gjidej, sa më shumë gjidej, atë më shumë lëshojnë të reze, atëherë aty lini poezia dili i liris. Portat e Brandenburgut shqiptar, kështu e kam me titullu Uçan. Pra, e qujta edhe kufinin ton darës, e qujta si muri në Brandenburg të Gjermanis, edhe pa ta shkruje poezi Portat e Brandenburgut shqiptar Uçan. E tjerë, dhe më honë, përjetimet vinë në qast një shkëndi dënë. Po çdo gjë ka një ndjesi konkrete, prandaj këto poezi të ngjajnë edhe si një ditar i përjetimeve tuaja, por që kanë vlerë për njerëzit përtej një poezie, i drejtohen jetës, i drejtohen ngjarjeve, i drejtohen momenteve të caktuara dhe periudhave të caktuara. Ju nuk ndaleni së shkruari, apo jo? Keni shkruar disa libra dhe besoj se për ju është diçka frymëzuese gjithmonë të ulesh të shkruani. Në njëherë qesh me veten, ku e gjej tashi, mosha ka punën e vetë, po fatmirësisht, unë gjitha përjetimet qofta dhe në copa letrash i kam hedhë dhe i kam rrujtë. Keni shënime? Kam shënime, pra, kam shënime. Diçka që më ka bërë për shqipje, e kam majtë shënime, dhe në qoftë se s'kam gjetë frymëzimin ose kohën e nevojshme, se me të thante drejtën, sa ishim në punë, kishim shumë detyrime për punën. Të përditshme. Në pozicionin që isha si drejtues shkollët, kisha shumë më tepër angazhime. Pastaj, duke i parë edhe dy tërë shokë që e dinin se unë i kam këto shënime, pse si sistemon, edhe njësë të i sistemoj. Jam në sistemim të shënimeve jetësore të gjithë jetësime, pra, Sa gjë e bukur. që nga fëminia e deri në ditët tona. Do të bëni promovim këtij libri? Po, Apo dyshim, keni bë? kam bërë një promovim të shkurtër në Prishtinë, E keni botuar në Prishtinë këtë po libër? se e kam botuar te Lena Grafik, për se cilës kam bërë shumë i kënaqur për trajtimin e librit, që më nxit t'i bëj një promovim me që një pjesë që kushtohet Kosovës, edhe ata u bën nxitje 2 shkrimtar të njoftur në Prishtinë, atë dhe Geci, me banim në Dortmund,
një shqiptar i vërtet, një poet i vërtet, me librat e tij edhe me mendjen e tij në moshën 75 vjeçare vazhdon të jetë shumë aktiv në misionin Çamëria, përveç Kosovës dhe në misionin Çamëria, pra një kosovar në misionin Çamëria. Kombi. Dhe kombi. Dhe e ke përdit në Facebook në postime nga më të ndryshmet për ta sensibilizu çështjen shqiptare të Çamërisë, për ta sensibilizu me dokumenta historike. Po. Unë do t'i ftoj, nëse Biblioteka Marin Barleti, edhe atë dhe Gecin, edhe Bedri Tahirin, me cilin jam njohur para 30 vitesh virtualisht. Sepse unë një natë para se largosha kemi pas një marrëdhënie në Vushtëri me një shkollë Mustafa Venari, më dhuru një libër atë natë të nesërmen do të ikshim. Unë nga nostalgjia për largimin e përpritjen e për tonë, s'kisha gjumë atë natë, se në fakt ma jem deri në 2 natës, qatë bëj mora e lexova librin Agu i Liris. Shkrimtar, mësues letërsijet në shkollën e mesme, e qërem qabej, thëmë si pas ka gjetë ky njeri ko me lanë arsimin, me marë çantën e gazetarit kronik, pushken, edhe me dalë mal me luftu e me një mu për këshimin e Kosovës. Pyeta, po më thonë, është një burnor, shumë burnor. Po jo përmend që mërna 20 vitesh a i ka botu 52 vllime. Për të gjithë luftëtarët e shokët e tij të rënë në luftë. Të mëpashëm edhe të ri të UÇK-s. Dhe po bën një punë të jashtëzakonshme për dokumentimin e këtij heroizmi masiv, se ky është një heroizëm masiv i tonë ty një njerëzve që rënë. Edhe së bashku me atë dhe Gecin, ato më sugjeruan që unë të botohet të Lena Grafik. Dhe atë ditë që unë po merrja librin, ardhen që të dy. A i kishte ardhur nga Gjermania, pikërisht për këtë punë. Dhe mi ban një promovim të shpejt të Lena Grafik, pastaj të një klub aty, por ram dakord që ta bëjmë disha më serioze në një të ardhme të afërt. Mirë, thash, unë do ta bëj në Shkodër prezantimin, pastaj o do të vini edhe ju në Shkodër me librat tuaj, ose do të vi edhe unë edhe një herë atje. Jashtëzakonisht bukur. Unë nuk e kam mbyllur librin sepse jam tek kodi i shpirtit tim dhe do të lexoj tashmë një poezi për dashurinë. Një dhuratë për të dashuruarit në ditën e Shën Valentinit, thoni ju. Kush tha se vdiq dashuria, kjo fjalë magjike në përshekuj, nga zbriti, nga erdhi, kush e solli nga qielli në tokë, kush e foli për herë të parë fjalën e madhërishme dashuri, që zgjon kujtime e madh, kuptimin i jep jetës dhe lumturi, mos vallë Eva dhe Adami, lajmtarët e parë të dashurisë, e çmendën njerëzimin me këtë fjalë, i dhanë kuptim vet bukurisë, e çmendur fjala e lashtë sa vet jeta, më e çmendur se vet çmenduria, më e vërtet se vet e vërteta, më ndryshme se vet urtësia, është dashuria. Gjithsesi, është një libër që natyrisht përmban shumë histori, shumë ndjesi, shumë respekt dhe shumë mirënjohje për njerëzit. Besoj se keni edhe të tjera shënime për libra të tjerë, unë nuk po ju pyes më imtësisht, po e di që nuk ndaleni. Edhe dua të vërej që gjithë këto libra, nëse nuk gaboj, i keni shkruar në periudhën kur ju keni dalë pension. Siç duket, keni kushtet e nevojshme, mbështetje nevojshme, e duhur nga familja dhe shoqëria, edhe mundësitë për t'i botuar. Edhe për këtë unë ju uroj shumë shëndet e jetë, mbarësi, vitalitet gjithmonë, dhe mundësi për të shprehur të gjithë çfarë ju keni shënuar, keni parë, keni ndjerë, dhe mund të transmetoni nëpërmjet artit tuaj. Po mbyll me një falënderim për ftesën dhe për librin e radhës, të cilin do në kohë për ta zbuluar, kur ta bëjmë, së bashku me Gëzim Gjilbekun, Sejkon, se kemi lënë një pjesë të mirë të jetës sonë në arsim,
dhe kemi shkruar shumë pak për arsimin. Dhe spuntën, ose inicien për këtë libër, e mora nga një artikull i shkruar në Gjirokastër për para 20 e ca vitesh, nga Angel Fino, Po. ishë nxënës i profesorit tonë të Gjermanishës Karlo Ljarja, në gazetën lokale ku shkruante një artikull, mësuesit erë mirë Shkodran. Më bani shumë përshtypje fjala erë mirë. Atëherë i hyra artikullit, e lexova, artikulli ishte i gjatë, ku përmente, përveç Shumë emra të tjerë. profesorit tim, shumë emra nga Shkodra, për që kishin qenë në vitet e para të shtërimit, ata i thash vetit, dëgjoj, Shkodra, jo pse jam unë Shkodran, por është djepi i kulturës. Është e vërtetume, jo pse kam qejfun e Shkodran të gjithë, por sepse kjo është një e vërtet, e provume historikisht në sa dokumente që po ndeshim tani, për të zbuluar të vërtetat e kësaj fjale erë mirë. Sa shkrimtarë të Veriut kanë shkruar për herë të parë në gjuhën shqipe. Sa shkolla shqipe, sa po mendohet nuk është me viti 1555 me shari dokumenti po ai shkruar shqip, por është tjetër dokument i vitit 1280 dhe çdo ditë në Vatikan dhe në bibliotekat e Evropës përndimore po zbulohen siç e bën Nadin e Lucia Nadin me Lucia statutet e Nadin, Shkodrës. me statutet e Shkodrës dhe me dokumentet e tjera. Thuhet që është një libër i Teodor Shkodranit i vitit 1200, rreth 1280, të cilin po e transkripton dhe ose ka transkriptuar dhe një studiues kosovar, por që akoma zyrtarisht, siç duket, nuk është i njoftën. Po bibliotekat, po shtypshkronjat. Thesare ka Shkodra, Po thesare, pa respekt, fund, pa, respekt dhe krenari, atëherë si mos shkruhet, si mos shkruhet. përgjegjësi Për këtë kontribut këtë, të arsimit shqiptar, që fatkeqësisht mu vjen keq, po. që e kanë çu drejtorinë arsimore në Lezhë. Kjo është e çuditshme. Por ato vlera mbesin në kujtes, por me qenë se ka njerëz si qeni ju, edhe kolegët tuaj që i nxjerrin dhe i publikojnë, kjo është një gjë shumë e mirë. Unë ju falenderoj shumë, ju uroj shëndet e jetë, mbarësi dhe suksese në gjithë rrugtimin tuaj. Faleminderit. Edhe nga ju, faleminderit e mirë, u takofshim Në botimin e radhës. Faleminderit. Në prozë, këtë radhë e ka radhën proza përsëri. Pros. Mirë, faleminderit Merida.